ishte një rast interesant I ditëve të fundit, ndoshta I këtyre 2 javëve të fundit, një pacient brenda afektivitetit vet shkruan një libër me pralla. Dhe ndërkohë në një shtrim paraardhës më thoshte që shiko, unë po e mbyll librin dhe aty pastaj ai kishte shpërthyer për te afektivitetit në maninë e vet deluzionale dhe ishte bërë problem në funksionim, nuk dol fare nga shtëpia, po nuk dua ta tregoj simptomën e tij se sa dua të tregoj diçka. Dhe në shtrimin e dytë që erdhi shumë shpejt mbas parit, kishte mbaruar librin. Më sjell një libër me pralla, shumë I bukur, jashtëzakonisht I bukur, me gërmat alfabetit të cilat bënin një luftë me njëra tjetrën për mos bërë gabime fëmijët kur flasin, libri ishte shumë I bukur, me një dedikim për doktoresha Nilën aty, dhe babai më vonë më sjell një libër të dytë, të njëjtin libër prallash, ku pacienti në çdo faqe, përtej librit që ishte shtypur bukur dhe realisht ishte bërë bukur, kishte filluar të shkruante me shkrim dore dhe aty kishte shpërthyer psikoza. Ishte rast shumë I bukur për t'i treguar studentëve çfarë është në afektivitet dhe në hipomani, ai është produktiv shumë mirë dhe kur hipomania e te I kalon kufit e vet, kthehet në mani psikotike, shpërthen tek libri psikoza. Në çdo faqe me shkrim dore ishin shkruar fjalë pa kuptim, inkoherencë, me ngjyra, me gërma, një kaos me shkrim dore në çdo faqe libri. Ky shembull tregon shumë bukur se si kalohej nga gjëja që ishte normale në jo funksionale. Në jo funksionale.